Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se sakrifica e tyre është e paarritshme. Flijimet e tyre dhe shërbimi i tyre ndaj fesë është i paarritshëm. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadihi. Pasha atë që e ka shpirtin tem në dorë, pasha Allah në zogjel. Sikur dikush për josh, është për qëllim ata të cilët do të vinë pas gjeneratës së sahabëve. Edhe pse këtu ndoshta në një aspekt futen edhe ata të cilët kanë besu nga sahabët, por kanë besu në pjesën e fundit të misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, karshi ato që kanë besu në fillim të misionit të tij. Mos i ofendoni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e mi. Mos i rëndoni me fjalë. Se pasha atë që jeta ime është në dorën e tij. Sikur dikush prej jush të jep sadaka në rrugt të Allahut azza wa jall një kodër sa Uhudi me ari, me flori, nuk do të arrijë shpërblimin dhe pozitën e një sahabiju tem që ka jep sa 2 grushta ushqim apo dhe sa vetëm 1 grusht ushqim. Një sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos ata të cilët kanë besu dhe e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë përkrahur atë në ditët e vështira të Mekës. Ata 1 grusht hurma që e kanë jep sadaka, apo 2 grushta të mbushura plot me grun apo me elb që e kanë jep sadaka. Te Allahu azza wa jall janë më të rënda dhe ma me pesh dhe ma me vlerë se sa dikush që vije më pas dhe jep në rrugt të Allahut azza wa jall, jo 2 grushta me ari, po jep sa një kodër e tërë, sa Uhudi, një kodër e madhe, e cila është disa kilometra e gjatë dhe disa kilometra e gjerë, sa kretat kodër me jep me ari, me flori, sadaka, në rrugt të Allahut azza wa jall, nuk do të arrijë vlerën e sadakas së një sahabi sa 1 grusht apo sa 2 grushta ushqim dhe diçka të ngjashëm. Pse? Sepse vlera e atyre që e kishin ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në momente të vështira, e kishin besu dhe e kishin përkrahur atë, nuk është kurrë barabart me vlerën e atyre të cilët shërbejnë fesë Allahut azza wa jall dhe japin në rrugt të Allahut azza wa jall, por nuk kanë privilegjin që të jenë nga ata të cilët e kanë parë dhe e kanë ndihmu në kohë vështirësie Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.